Jemi vite larg me lëvizjen vetëvendosje dhe shohim fare pak hapësirë për bashkëpunim, këtë qëndrim e kemi bërë të qartë. Mirë po kjo nuk do të thotë që nuk bashkëpunojmë kur janë në pyetje konstituimi institucioneve. Partia Demokratike e Kosovës ka pozicion të qartë politik. Ne do të jemi në opozit, mirë po ashtu jemi të interesuar që sa më parë institucionet e Kosovës të konstituohen në mënyrë që të fillojmë të adresojmë kërkesat dhe nevojat e qytetarëve të Kosovës. PDK do të jetë në opozit, jemi vite larg me lëvizjen vetëvendosje dhe shohim fare pak hapësirë për bashkëpunim, këtë qëndrim e kemi bërë të qartë. Mirë po kjo nuk do të thotë që nuk bashkëpunojmë kur janë në pyetje konstituimi institucioneve dhe interesat e qytetarëve të Republikës së Kosovës, por jo në qeverisje. Në ndërkohë që opozita ka nevojë për bashkëvendim, po ne ende nuk e dim sakt kush do të jetë në opozitë e kush në pushtet. PDK do të jetë në opozitë. Çështja e presidentit nuk është një vend pune. Zgjedhja e presidentit i mundson Albin Kurtit qeverisje 4 vjeçare. Për ne, po aq sa është i rëndësishëm presidenti, është raporti me SHBA-t, është gazi amerikan, është sektori privat, liria e mediave, mbrojtja e demokracisë, pra ka shumë çështje rreth së cilave ne kemi dallime të thella dhe zgjedhja e presidentit i mundson Albin Kurtit edhe një qeverisje 4 vjeçare.